Hasan Hoxha sot në Shkodër për ndeshje miqësore. Është kënaqësi e madhe me ardhur në këtë qytet futbolldash, ka gjerë figurat maja futbollistike dhe të kjo akademi, domethënë me trajnerë si Astrid Premçi, Gjahysa, që është kënaqësi domethënë me dhënë fëmijëve me civil këto figura kaq të maja. Po kudo domethënë që jam nesh me trajnera, me futbollista, me ish futbollista të Shkodrës është kënaqësi sepse atë që e kanë dhënë fush kërkojnë që me dhënë me implementu dhe me dhënë dhe me shërby qytetit tyne që emrit e fanes me emrin e madh Vllaznia. Po një gjë e mirë në këtë ambient. Një ftesë Astrid Premçit edhe ne në një akademi e re e hapun tash me emrin e qytetit vjetër të Lezhës, Lisus. Nuk kemi ba si ka dhënë si emër, si promovim rreth 7 muaj me administrator Klajdi Reshin, ku unë jam bashkëngjit ma shumë me Ilani Farknesia dhe me mujt me Ilani Dora me a promovu paga shumë. Miqësi me fush me Premçin duket që po vazhdon tashmë edhe si trajner. Shi kujtimet bukur, duelet forta një ndaj kundërshtar, po shok, vëllezër militar, kapiten i jashtëzakonshëm. Astridi luftar, jo luftar, por luftar. Unë kam qenë luftar për kohën që kam luajt, normal me fanelat kundër, vllai vogël, peslidhja ndaj vllait madh Vllaznia. Hasan Hoxha një emër shumë i madh i futbollit lezhjan, i vjen keq që beslidhja nuk ekziston ashtu siç duhet me territorit, por edhe me moshat, sepse me tepër duket po përmenden akademitë me emra të ndryshëm se sa beslidhja. Është vërtet kjo është mëdhem në shpirt, kur shoh beslidhjen domethënë që ndodhet në kategoritë e ulta, ku beslidhja ka qenë lojtar që mos filloj mi përmend me emra, po sepse do harroje na një dhe do gaboja. Beslidhja ka qenë skuadër që ka qenë pjesë superiore. Ka nevojë për një organizim më të mirë, ka nevojë për njerëz të cilët e duan sportin dhe t'ia japin ekipin me drejtu atyne që din me ba mirë këtë punë. Sepse beslidhja si tokë prallon. Janë zonat e tjera që e kanë pasion futbollin, e dojnë futbollin. Ashtu siç është Vllaznia, që domethënë fëmia kur lin don futboll, edhe në Lezhë është pasion, por ju ka humb si më mirë me thënë fanela. Të gjithë lojtarë që janë ndrojnë, kërkojnë mu bë një Sinan, kërkojnë mu bë një Milot, kërkojnë mu bë një Astrid Premçi, një Gjahys, një Alban Hasan, një Roland Luç, gjithë kush kërkon mu bë në emrin e fanelës që ka. Beslidhja sot nuk e ka këtë, sot aderon kategori 3 edhe është fatkeqësi për te. Ndërkohë Lisus, sa fëmijë ka të regjistruar dhe cilat janë synimet për të ardhmen? Lisus është kriju nga Klajdi Reshi me grupet vogla. Momentalisht sot kemi rreth 130-150 fëmijë, ku janë të gjitha grup moshe nga U5, U6 deri te U13, që është skuadra që unë po punoj. Ne do vazhdojmë deri te U14, 15, deri aty kemi synimin dhe forcën dhe kushtet të cilët për me vru. Pastaj shpresojmë që këto fëmijë të integrohen diku tjetër, të beslidhja inshallah në të ardhmen, kudo qoftë, po të realizojnë ëndrrën e tyre për të bërë sportistë. Faleminderit. Respekte për televizorin tuaj dhe për respektin ndaj jush si gazetar që na promovoni, s'na harroni, na kujtoni. Faleminderit. Respekt.